krejt jeta është e bukur. A ka shpirt njeriu që smahnitet prej bukurisë? Sigurisht që nuk ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu Zoti jon është i bukur dhe e do bukurinë. Allahu e ka kriju krejt universin me rregulla e harmoni që burojnë prej bukurisë së Allahut. Lavdi qoft Allahu. Subhanallah. Lavdi qoft Allahu. Tregohet për pejgamberin e Zotit Sulejmanin a.s. duke udhëtu me fronin e tij që ka bart era dhe kam përcjell krijesa tjera zogj, gjatë udhëtimit i ka dëgju 2 gra që po thonin: Subhanallah, lavdi qoft Allahut, sa e madhe është mbretëria e familjes së Davudit. Sulejmani pasi që i dëgjoi këto 2 gra me këtë, ai atyne u tha: fjala juve, Subhanallah, lavdi qoft Allahut, vlen ma shumë te Allahu se krejt mbretëria ime. Allahu nuk krijon veç na me thonë Subhanallah, lavdi qoft Allahu, por Allahu krijon sepse ai, Allahu, Zoti është i bukur dhe e do të bukurën. Zoti na jep bukuri që na me e njohë Zotin, me e dash Zotin, me e falenderu Zotin, që përmes bukurisë me u pasunu shpirtnisht, me u zbut zemra, e me u rrit dashnia ndaj krijuesit, Allahut të vetmit të pashoq. Bukuria e Zotit, Allahut, shihet në 4 nivele. Në 1, në qenjen e Zotit. 2, në cilësitë e tij. 3, në veprat e tij. Dhe 4, në emrat e tij. Thuaj: La ilaha illa Allah. Rikujto, krejt jeta është e bukur.